Po mendoja se çfarë mund të ishte ajo që doja të ndaja me ju lidhur me jetën e një dishepulli, me atë që e bën ecjen tonë në jetë, në rrugë, në familje, në punë, që të dallojë nga të tjerët, të jetë e krishterë, të ketë atë aromën e Zotit. E sigurisht ka më shumë se sa një gjë që e dallon një të krishterë, po ndonjëherë ti e di dhe mua më ka ndodhur, nuk e di nëse ju ka ndodhur juve, që takon dikë që ti nuk e njeh. Edhe ka një mirësi, ka një gjë ky personi. Pastaj më vonë merr vesh që është besimtar. E thua, duhet ta kisha kuptuar. Është një besimtar. Po dua ta nis duke lexuar nga Luka. Kjo nuk është ajo çfarë do të shfaqim pak këtu, sepse nuk i kisha bërë plan, po thjesht po lexoj Samaritanin e mirë. E ju të gjithë duhet ta dini këtë histori. Dhe ja u ngrit një ekspert i ligjit për ta sprovuar Jezusin, ishte një provokim nga ana ekspertit, duke i thënë mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Dhe Jezusi i tha atij, çfarë është shkruar në ligj? Si e lexon? Dhe ai duke u përgjigjur i tha, do ta duash Zotin, Perëndin tënd, prej tërë zemrës sate, dhe me tërë shpirtin tënd, dhe me tërë forcën tënde, dhe me tërë mendjen tënde, dhe të afërmin njësoj si veten tënde. Dhe Jezusi i tha, sakt, u përgjigje, bëje këtë dhe do jetosh. Por ai duke dashur të përligj veten, i tha Jezusit, e kush është i afërmi im? Dhe Jezusi duke marrë fjalën tha, një njeri po zbriste nga Jeruzalemi në Jeriko dhe ndeshi në kusar, të cilët, si e zhveshën dhe i shkaktuan plag, u larguan duke e lënë gjysmë të vdekur. Tani, rastësisht, një prift po zbriste në atë rrugë dhe kur e pa atë, kaloi në anën tjetër. Po este nga ky trotuar, pa që ishte njëri i shtrir aty, ishte i vrarë, i rrahur, i vjedhur, ta pa eci këtej. Është një gjë që ndodh, ju e keni parë, ndonjëherë ka njerëz që lypin, ka njerëz që kanë një nevojë, disa prej nesh ndrojmë rrugë. Dhe kështu kaloi një levit. Kur erdhi në atë vend dhe pa atë, kaloi edhe ky në anën tjetër, por një samaritan, duke udhëtuar, erdhi tek ai, dhe kur e pa atë, pati dhe mshuri. Dhe si i erdhi pranë, i lidhi vrajat e tij duke derdhur vaj dhe verë mbi to, dhe si e hipi në kafshën e vet, e mori në makinë, e çoi në një han dhe u kujdes për të. Dhe të nesërmen nxori dhe i dha hanxhiut 2 denar. Dhe i tha, kujdesu për të dhe çfarë do lloj gjëje të shpenzosh më tepër, unë do ta shlyej kur të kthehem. Tani, këtu ka një nevojë për një sqarim të vogël. Samaritanët dhe judejt nuk shkonin mirë. Nëse do ta sillim në kontekstin e sotëm, ata jetonin në veri të Jude, samaritanët ishin pak si serbët dhe ne. Prandaj dhe Jezusi po ja kthen provokimin. Nëse do e kishim shkruar në kontekstin e sotëm ballkanik, do thoshim serbi i mirë. Nuk pritej nga samaritani. Samaritanët ishin serbët për ta, ishin populli armik që jetonte në veri. Kështu që ai thot, cilin nga këta të tre, duket se ka qenë i afërmi atij që ra në duart e kusarve, dhe ai tha, ai që tregoi mëshirë për të. Dhe Jezusi i tha, shko dhe ti dhe bëj njësoj. Që është një mësim në të bërit, në të aplikuarit e dashurisë. Kur këta dishepujt e pyesin Jezusin se çfarë do të ishte mësimi, urdhërimi që ata duhet zbatonin më tepër, shkojmë tani tek Luka 6, vargjet nga 32 te 34, dhe ato thonë. Por po ti doni ata që ju duan, çmeri do të keni nga kjo, sepse mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni mirë atyre që ju bëjnë të mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë dhe mëkatarët. Dhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni t'ju kthejnë, çfarë merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që t'u kthehet, aq sa kanë dhënë. Aq sa dhanë. E kjo është pak sfiduese po ta mendosh, thot, ç'merit ke ti nëse do atë që të do? Kështu bëjnë gjithë. Kështu bëjnë dhe mëkatarët. Nëse ne do të kishim një shenjë dalluese si ndjekës Perëndis, dishepujt Krishtit, do të ishte diçka ndryshe.